Në hollin e Pallatit të Kongreseve në Tiranë u zhvilluan sot homazhet në nderim të gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili humbi jetën 2 ditë më parë pasi u vra me armë zjarri brenda ambienteve të gjykatës së apelit, teksa ndodhej në krye të detyrës. Homazhet nisën në orën 9 dhe zgjatën deri në orën 11 pasi trupi i pajet i gjyqtarit u përcoll për në banesën e fundit në Shkodër, qytetin e tij të lindjes. Personalitetet të drejtësisë, përfaqësues të institucioneve, deputet, ministra të kabinetit, koleg, miq dhe familjar i dhanë lamtomirën e fundit të gjyqtarit Kalaja. Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi bëri homazhe në nder të gjyqtarit Astrid Kalaja, ndërsa dha shkurt për mediat mesazhin se gjyqtarët duan siguri që të japin drejtësi. Duhen marrë masas sepse situata është shumë kritike. Gjendja në gjykatat shqiptare është e papranueshme, siguria është në nivelin 0 dhe them me bindje më të plot dhe ne nuk mund ta lejojmë një gjendje të tillë. Gjyqtarët duan siguri që të japin drejtësi. Zëvendës kryetari i gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, Erion Bani, i cili mori pjesë në homazhe në një prononcim për gazetarët, ngriti shqetësimin për sigurinë në gjykata. Që nga viti 2010 mbrapa, aktën ligjore thonë që duhet të ketë praninë e forcat të policisë në sallat të gjykimit që të garantojë siguria. Ky është një fakt. Arsyeja pse nuk janë përcaktuar këto, do të adresohen dhe do të diskutohen dhe do ketë një lloj reagimi dhe nga ana gjitha organeve shtetërore që kanë kompetencë për të mbikëqyrë mënyrën e zbatimit të sigurisë së gjykatave. Së pari duhet ndërtuar gjitha gjykatat duhet ndërtuar nga e para. Dhe në këndvështrimin tim dhe në dinin tim kërkesat kanë qenë të vazhdueshme për të pasur godinë të reja. Dhe ata që kanë përgjegjësinë për të siguruar godinën dhe financimin, duhet ky është moment reflektimi që ardhkohej që nuk mund që të lihen gjykatat në këtë situatë. Kreu i dhomës së avokatisë Max Haxhia u shpreh se vrasja e një gjyqtari është vrasja e gjithë sistemit të drejtësisë. Në homazhe morën pjesë edhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, kreu i SPAK Altin Dumani dhe të gjithë prokurorët e prokurorisë së posaçme. Ish ministri i drejtësisë Ulsi Manja, pasi bëri homazhe për Astrid Kalan, tha se i dha nderimet e fundit mikut të tij të vjetër. Ai kujtoi kohën kur Kalaja ishte gjyqtar në Shkodër, ndërsa Manja drejtonte prokurorinë e atij qyteti. Ai shtoi se drejtësia shqiptare humbi një gjyqtar me integritet. Drejtësia ka humbur një gjyqtar me integritet, një njeri model, një qytetar, një familjar i devotshëm, ndërsa ne kemi humbur një shok të mirë. Ngjarja është trondice. Unë kam deklaruar që është një akt barbar dhe një kampan alarmi për sigurimin e punonjësve të drejtësisë. U pret në paqe edhe le të shërbejë kjo ditë kujtimi edhe si një omazh për të gjithë punonjësit e drejtësisë që në të gjithë këto vite kanë përjetuar sakrifica në ushtrimin e profesionit tyre. Homazhe bëri edhe kryeministri Edi Rama dhe ministri aktual Besfort Lamallari, presidenti Bajram Begaj dhe figurat e opozitës. Kryeministri Rama la edhe një mesazh në librin e ngushëllimeve, një tragjedi e madhe për familjen, të afërmit, kolegët dhe vetë shtetin. U preht në paqe dhe të roni e ta kujtoni gjithnjë. Gjyqtari i apelit Astrid Kalaja u qellua për vdekje me armë zjarri brenda sallës së gjyqit më 6 tetor. Autori i ngjarjes, pale dëmtuar në proces, u arrestua. Policia vuri në pranga edhe xhaxhain e tij si bashkpunëtor, si dhe rojën e sigurisë në gjykatën e apelit për shpërdorim detyre.